Mes gazit lotësjellës, koktejlëve të Molotovit dhe përleshjeve me sigurimit kuvendit dhe opozitës, Hashim Thaçi është zgjedhur president i ri i Kosovës. Kryetari i PDK-s është zgjedhur tek në raundin e tretë president i Republikës së Kosovës. Në të dyja raundet e para Thaçi nuk arriti të merrte votat e nevojshme. Zgjedhja e Thaçit u vënë në pikpyetje në votimin e parë, pasi 27 prej fletvotimeve ishin të pavlefshme. Opozita ishte vendosur që të pengonte zgjedhjen e tij, por se brenda kuvendit nuk arritën ta ndalonin. Pas zgjedhjes president, Thaçi tha se do të forcojë dialogun politik në vend. Dëshiroj që të falenderoj të gjithë deputetët e të gjitha partive politike që janë prezente sot në votim dhe natyrisht të përshëndes të gjithë njerëzit e skenës politike kosovare. Të falenderoj Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës, të falenderoj Listën Serbe, të falenderoj Gjosh Prusjan, të falenderoj deputetët e pavarur dhe respektoj me përgjithësi më të madhe besimin tuaj. Prej 2 ditësh, opozita kishte protestuar në shesh duke vendosur tenda të shumta për të penguar seancën e të cilën pritej votimi për president. Mirëpo, përkundër protestës dhe mobilizimit të madh të opozitës, zgjedhja e presidentit nuk u arrit të ndalohet. Kjo është hera e parë që Kosova zgjedh një president në një seancë të tillë, ku përdoret gazi lotësjellës, ndonse këto seanca janë vetëm solemne.